Republikanët vijojnë të kundërshtojnë ndihmat shtesë për Ukrainën. Teksa borxhi i Shteteve të Bashkuara mbetet ende i lartë, ligjvënësit amerikan vijojnë replikat mes tyre për këtë çështje. Zyrtarët e administratës së presidentit Biden, sipas zërit të Amerikës, kanë paralajmëruar se dështimi për të miratuar kërkesën e Shtëpisë së Bardhë për t'i dhënë Ukrainës ndihma në vlerë prej 61.4 miliard dollarësh mund të çojë në fitoren e presidentit rus Vladimir Putin brenda javës. Ata po nxetojnë të negociojnë ndihmën për Ukrainën, Izraelin dhe financimin e masave shtesë të sigurisë në kufirin ndërmjet SBA-ve dhe Meksikës para 17 nëntorit, ditë kjo kur skadon afati i buxhetit të përkohshëm të qeverisë. Demokratët dhe disa republikanë thonë se të gjitha këto kërkesa për financim duhet të miratohen bashkë, por nga ana tjetër shumica e republikanëve vijojnë të këmbgulin se këto fonde duhet të përdoren për nevojat të brendshme dhe jo të financohen për luftën mes Ukrainës dhe Rusisë. Fondet amerikane për Ukrainën janë drejt mbarimit dhe nëse Kongresi nuk e miraton paketën shtesë financiare, atëherë programet e mbështetjes për Kievin mund të pezullohen plotësisht.